Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë dënon vendimin e qeverisë shqiptare për të mbyllur rrjetin social TikTok, një hap ekstrem dhe pa justifikuar, i cili cënon lirinë e shprehjes dhe të drejtën e qytetarëve për t'u informuar, shkruhet në deklaratë. AGSH thotë se zgjidhja e pretenduar për përmbajtjet e dëmshme ndaj fëmijëve nuk mund të jetë mbyllje arbitrare e një platforme të tërë, por përmirësimi i politikave rregullatore dhe edukimi mbi përdorimin e sigurt të medjave sociale. Ky vendim krijon një precedent rrezikshëm dhe e afron Shqipërinë me regjime autoritare që kufizojnë lirinë e fjalës përmes censurës digjitale. Mbyllja e një rrjeti social të përdorur gjerësisht nga qytetarët, bizneset dhe gazetarët dëmton rënd pluralizmin mediatik dhe të drejtën për të komunikuar lirshëm, vijon më tej AGSH, duke shtuar se do të ndërmarrë hapa ligjor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të sfiduar këtë akt fillimisht në Gjykatën Kushtetuese të Shqipërisë. Duke pretenduar se ka bërë konsultime me prindrit, Ministri i Arsimit tha se ka nisur komunikimin me platformën për mbylljen e një periudhe 12 mujore. Por kritikat e vendimit dhe grupet opozitare thanë se në të vërtetë mbyllja e rrjetit të përdorur nga mbi 1 milion shqiptar bëhet për të censuruar informacionin dhe denoncimet qytetare ndaj korrupsionit që vijnë prej tij.